Dëgjoje këtë transmetim gjigant, hadithun kutsi, tha del robi para të madhit Zot, sunduesit madh gjithësisë, për nga madhështia e krijuesit, ka pa njeriu ditën e gjykimit, janë ringjall njerëzia, ka ngelur të mashtruar ato që mendojnë që s'ka ditë gjykimi, janë begatu të devotshmi se erdhi dita me shku në xhennet dhe shkon njeriu para Zotit gjithësisë, i thot sunduesi i madh, pse s'më vizitove kur isha i smur? La ilaha illallah. Sunduesi i madh i gjithësisë i thot njeriu, pse ti nuk erdhe kur isha i smur? Me kokën ulur njeriu edhe i turpruar thot, si mund vizitoja unë ty Zot, kur ti je Zoti i gjithësisë nuk smuresh? Tha ta kishe vizituar të smurin filan, me emër e përmend, të më kishe gjetë mua aty. Vizitojni ato që janë smur, minimumin fisin tuj, janë haru njerëzit. Tha kush e viziton një smur, mbas akshamit, 70.000 engjëj luten deri mëngjes. Kush e viziton gjatë ditës deri për aksham, 70.000 engjëj luten. Qofse neves na pranon i madhi Zot, lutjet nga kusuret engjëjve ja pranon. Fute veten në këto mshira, në këto begatia të mëdha. I thot pravo filan, thot po Zoti im të qofsha fal, tha pse s'më dhe ushqim kur isha i uritur? Tha Zoti im si mund t'jesh ti i uritur? Kur ti je Zoti i gjithësisë dhe Zoti i botrave, tha kur t'ka arë filani t'ka kërku ushqim, po t'i kishe dhënë atij do ta gjeshe shpërblimin tek unë. Tha robi im se s'më dhe kur isha i etur të pija, tha Zoti i gjithësisë si mund t'jesh ti i etur? Tha kur erdhi filani dhe t'kërkoi ty nga uji, pse si dhe? Ti kishe dhënë, do ta gjeshe shpërblimin ke madhështia ime. A ka mundësi mos ta përzesh njeriu në nevojë? A ka mundësi mos t'ia thysh zemrën? A ka mundësi ti buzëqeshësh? A ka mundësi ti thush i fjalë të mira? A ka mundësi për gjëra të vogla ti gjendesh afër? Nëse s'ke mundësi t'ia mulosh hallin, mos t'ia shtosh me mendjemallsinë tënde, me nevrasenikun tënd, me stresin tënd, me problemet e tuaja. Ka mundësi të kthehemi të bëjmë mirë njerëz siç kërkon i madhi Zot.